Sektori rajonal i hetimeve të drejtorisë rajonale në Prizren së bashku me drejtorin për hetimin e krimeve të organizuara dhe krimeve të rënda në bashkëpunim me prokurorinë themelore në Prizren, sot më 26 mars 2025, si rezultat i ndërmarrjes së veprimeve operative e hetimore ka realizuar operacionin policor për arrestimin e personave të dyshuar. FK viti lindjes 1996, mashkull kosovar dhe BK viti i lindjes 1974, mashkull kosovar me dyshim se të njëjtit kanë qenë të përfshirë në veprën penale fajte nga neni 331. Gjatë operacionit policor në automjetin e njëri nga të dyshuarit është gjetur dhe konfiskuar një armë zjarri, pistolet e llojit Beretta, 10 fishek. Po ashtu janë kontrolluar shtëpitë dhe objektet e tjera përcjellse e të dyshuarve në 2 lokacione të ndryshme në Prizren. Me që rast janë gjetur dhe sekuestruar dhe një pushk ajrore dhe 42 fishek të kalibrit 9x19 mm dhe një fishek i kalibrit të panjohur, sy dhe 2 automjete që dyshohet të kenë lidhje me rastin. Ndaj të dyshuarve pas intervistimit me akt vendim të prokurorit të shtetit është caktuar masa ndalimit për 48 orë.